Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Njeriu në rrugtimin e tij drejt Allahut azza wa jall përjeton shpesh dhimbje dhe mundime, siklete edhe trishtime. Ato normalisht që dallojnë njëra prej tjetrës edhe nuk janë të njëjta. Në varet nga goditja që goditet ose nga fatkeqësia që e godet. Ka prej fatkeqësive që janë më të lehta për zemrën e tij, po ka edhe prej tyre që janë edhe më të rënda. E një prej fatkeqësive që është më e rënda, që e prek zemrën e njeriu, ja turbullon çeltërsinë e kënaqësisë ose lumturisë në shpirtin e tij, është kur e humb një të dashur, qoftë prindi i tij apo gruaja e tij, apo fëmia i tij, apo ndonjë i afërm që ka qenë i afërt për zemrën e tij. Vdekja është caktimi i Allahut azza wa jall edhe s'ka mundësi që ndryshohet. Mashkull, femër, i ri, plak, fëmijë i moshuar, gjin, njerëz, çdo krijesë e Allahut azza wa jall do vdes edhe do e përjetoj vdekjen. Edhe normalisht që dhimbjen që e përjeton njeriu nuk është e lehtë. Mirë po i provuar ose i privuar realisht është personi i cili nga ky mosibet, nga kjo fatkeqësi nuk merr asnjë shpërblim. Përkundazi ka mundësi me marr bile dhe ndëshkim. Unë thash, te i vdesje dukujt një person që është i afërt për zemrën e tij është dhimbje e madhe. Kjo dhimbje nuk është e lehtë. Vdekja është fatkeqësi e rëndë, veçanti kur personi është i lidhur për dikën, atëherë dhimbja, pikëllimi bëhet edhe më i madh. E ne si musliman, nëse na ndodh një fatkeqësi e tillë, si duhet ta largojmë ose ta freskojmë shpirtin edhe ta qetësojmë, do thotë zemrën tonë, si ta flladisim atë mërzi ose atë mallëngjim i cili është për brenda neve. Se nuk është provë e lehtë, është provë e rëndë. Ta humbe dikush një person që ka qenë i afër me të, i lidhur me të, edhe ma nuk e shef, nuk bisedon, edhe nuk e këshillon, nuk e uzon, nuk është e lehtë. E unë me lejnë Allahut azza wa jall do t'i përmendi disa pika shkurtimisht se si besimtari ja lecon vetës së tij duke i rikujtuar këto mjete që do t'i tregoj inshallah me lejnë Allahut tash vazhdimsi. E para është meditimi i librit të Allahut azza wa jall dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me meditim qëllimi është leximi i ajeteve që Allah azza wa jall i ka përmend në Kur'an. Libri i Allahut ka përfshirë çdo gjë. Nuk ka mundësi për një fatkeqësi të tillë të madhe që e godet zemrën e besimtarit dhe besimtari mallëngjehet edhe pikëllohet, Allah azza wa jall mos përmendet diçka. Allah azza wa jall ka përmend ajete dhe po ashtu pejgamberi sa ka përmend hadithe. Gjitha këto janë përgëzime për besimtarin që ja flladisin shpirtin e tij edhe ja ratojnë nefsin e tij. Një ndër ato ajete Allah azza wa jall e përmendë dhe thot: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiri as-sabirin. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun." Kjo ajet mund që thuhet është ajeti ilaç më efikas që mund që njeriu diçka që të paramendojë, për shkak se Allah azza wa jall ta e pashuan një realitet. Thotë në të vërtetë ne do t'ju vëmë në provë me diçka nga frika, me uri, me vuajtje, me vdekje, po ashtu edhe me humbjen e fryteve, do thotë sprova të ndryshme. Atë që i ke për mi përjetu. Mirë po thotë Allah jep ju myshde atyre të cilat sprovon. E çka duhet ai realisht ki cili bën sabër? Çka duhet me thonë për me marrë këtë myshde? Thot Allah azza wa jall: "Alladhina idha asabatuhum musibe." Kur ata i godet një musibet. Fjala musibet, fatkeqësi është e përgjithshme. Nuk është vetëm se vdekja këtu në pyetje, po është çdo fatkeqësi. Bile të parë tonë ka pas raste ku e kanë paramendu ose kanë thonë që prej fatkeqësive është edhe hikja e namazit me xhamat. Kur ka shku njëri prej tyre e ka ngushëlluar për vdekjen e fëmisë,
i ka thonë për vdekjen e fëmis edhe më ngushluan x persona, 1000 apo 2000, kurse me hikën e namazit me xhamat nuk erdhi askush përveç njerit. E ata ky bot kuptim ka qenë prezent. Musibet është termi përgjithshëm. Allahu thotë, do thotë kur e godet besimtari një musibet, çka thotë? Këto fjalë ose këto fjali, këto fjalë më thonë, janë realisht ilaçi më i mirë. Ta rikujton një realitet që realisht secili prej neve e di, po nganjëherë harron. Ne jemi të Allahut dhe tek ai është kthimi. Do thotë që ne jemi të Allahut si krijesa dhe ta e kemi pa tjetër që të kthehemi. Dhe Allahu që ta ka marrë atë krijesë është Allahu, dhe Allahu e ka marrë robin e vet. E Allahu zot thotë, kush e thot këtë? Në ato momente Allahu tha që këta persona kanë bekim, kanë mëshirë dhe po ashtu pikrisht këta janë të udhëzuar. Nëse pak ndalët njeriu vesh e mendon, nëse dikujt i ndon një musibet, edhe ajo e para që e shpreh në atë moment janë pikrisht këto fjalë, ajo që do të vije ma vonë është ma e lehtë me lenin Allahut. Për shkak se veç kujtimi i realitetit se ne jemi krijesa të Allahut, dhe Allahu ta ka marrë një gjë që Allahu ta ka dhënë, dhe te ke pas në dispozicion për një kohë, se nuk është e jotja realisht, është Allahut. Çka do me qenë? Qoftë njeria, po qoftë një gjë e cila është prej dunjas, Allahu ta ka mundsuar për me pas. Po nëse e marrim një person që e ke tafër për zemrën tënde, dhe ke dash dije që Allahu ta ka dhënë dispozicion për një periudhë. Çajo periudhë është periudha që për ty ka qenë e mjaftueshme që ti tresh me ta. Pas asaj, Allahu ta merr. Po Allahu ta jep një shpresë, se sërish takimi do jetë me ta. Duke e ditë realisht se ti në esencë atë se ke pas fare. Ma herët, po Allahu ta ka dhënë. Shembull fëmijës ke pas, Allahu ta ka mundsuar me pas, ta ka marr, pastaj ke për me po ma vonë me linë Allahut, nëse është aksim që t'jeni xhenetin e Allahut azza wa jall. E nëse një musliman e rikujton këtë realitet, këtë bot kuptim, me lenë e Allahut azza wa jall, bëhet shumë më e lehtë. Ky bot kuptim t'i jep 3 përgëzime: ta jep bekimin e Allahut, ta jep mëshirën e Allahut, edhe ta jep udhëzimin e Allahut. Nëse e thu këtë, edhe ke bindjen e plotë në këtë, i ke 3 gjëra që i merr prej Allahut. Ke bekim, ke mëshirë, edhe po ashtu udhëzim. Realisht këtu paraqitet ose del pa ai brendësia e njeriu. Se ndoshta me gjuhë shumë është lehtë me shpreh se unë e bëj durim, po kur sprovohet njeriu atëherë shihet durimi. E atëherë dallohet e vërteta nga e pavërteta se kush është ai i cili realisht duron e kush është ai i cili nuk duron. Abdullah ibn Mutarrif thoshte pashallahu, sikur dunjoja edhe çdo gjë që gjendet në atë, me mi pas dhon Allahu, edhe pastaj me mi pas marr ato. Dhe me marrjen e tyre tum kishte premtu se do të male vetëm se një glënk ujë, për mua do mjaftonte. Po paramendoje Allahu ka premtu, ai i cili thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, që do t'ja japë bekimin, mëshirën dhe po ashtu udhëzimin e tij. Ummu Seleme radhiyallahu anha, një grua e devotshme që shpeshher është përmendur në librat e haditheve, burri i saj Ebu Seleme, shoku i pejgamberit sa. Ummu Seleme thot, ndroi jetë Ebu Seleme. Paraprakisht e pa ta dëgjuar pejgamberin e Allahut azza wa jall duke thënë se atë që e godet një musibet, një fatkeqësi, edhe thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, edhe vazhdon me lutjen edhe i thot, o Zot, më shpërblen në musibetin tim dhe ma kompenzo me diçka e cila është më e mirë, vetë se Allahu do ta shpërbleje për fatkeqësinë e tij dhe po ashtu do t'ja kompenzojë me diçka më të mirë. Ndroi jetë Ebu Seleme, tha, kush është më i mirë se Ebu Seleme? Shoku i pejgamberit sa. Çka të bëj? Tha, megjithatë Allahu azza wa jall unë frymëzoj që ta them këtë luçë ose ta them këtë luçë. Edhe thash, pas asaj Allahu azza wa jall ma kompenzoi me një burr tjetër, me pejgamberin e Allahut azza wa jall. Ky hadith do thot ta ka zonë qartë se nëse të godet një musibet, thjesht je i bindur në premtimin e Allahut azza wa jall. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka musliman që e godet një fatkeqësi,
apo lodhje, apo piklim, apo mërzi, apo dëm, apo breng, madje edhe një gjem do thot një therr që e shpon në trupin e tij vetë se ato do t'i paksojnë nga gjunat e tij. Kjo është përgjim i pejgamberit të Allahut për atë që e godet një musibet edhe ja lëndon zemrën e tij. Po ashtu pejgamberi sa më tha, kur u pyet pejgamberi sa se cili për njerëzve është më shumë di që sprovohet, pejgamberi sa tha pejgambert, ata janë më të mëdhenjt me iman dhe ata më shumë sprovohen. E pastaj tha pejgamberi sa ata që janë të ngjashëm në devotshmëri. Pastaj pejgamberi sa tha që njeriu sprovohet sipas fesë që e ka. Sa më e fortë që është feja tek ai, sprova do jetë më e rëndë. Sa më e lehtë ose sa më të lehtë e ka fen ai, imani i tij është më i dobët, aq edhe sprova e tij do të jetë më e lehtë me lejen e Allahut. Dhe tha pejgamberi sa dhe njeriu vazhdon që sprovohet në vazhdimsi, derisa njeriu të hece duke mos pasur gjunohe mbi supet e tij. Po ashtu pejgamberi sa tha, besimtari dhe besimtarja vazhdojnë që sprovohen në trupin e tyre, pasurinë dhe po ashtu në trupin, në fëmijën dhe pasurinë e tyre derisa ta takojnë Allahun pa gjunohe. Pejgamberi sa ka thënë se nuk i vdesin një muslimani 3 fëmijë, vetëm se Allah Zogjel nuk e prek me zjarrin e tij. Përveç betimeve që Allah Zogjel është betu. Çfarë betimi Allah Zogjel është betu? Allah është betu që secili do të afrohet zjarrin e xhenimit. Secili ka për me jetu. Kjo do të thotë që ai patjetër e ka që të kalojë nëpër urën e siratit. Kjo është ajeti ku Allah Zogjel e përmendë dhe thotë wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nuk ka njeri i cili nuk e shef zjarrin e xhenimit ose nuk e afrohet atij. Patjetër e ka që të kalojë nëpër urën e siratit. E poshtë urës e siratit është zjarri i xhenimit. S'ka dyshim, secili njeri do ta shohë, po ai i cili është besimtar dhe atij i ka ndruajë 3 fëmijë, Allah Zogjel do ta ruajë nga zjarri i xhenimit, do ta kalojë urën e siratit me lehtësi. Po ashtu e Borera thot, erdhi një grua te pejgamberi sa i tha ja Rasulullah, fëmijën e kam të sëmur. Lutu për të sepse paraprakisht i kam varros 3 fëmijë. Kur e dëgjoi pejgamberi sa tha 3 fëmijë, tha po ja Rasulullah, tha ti vetëm se je mbrojtur me një mbrojtje e cila është e fortë, e madhe nga zjarri i xhenimit. Allahu ta Zogjel. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse dikujt i vdes një fëmijë, atëherë Allah Zogjel i thot melekve, a ja morët robit tim, a ja morët fëmijën? I thojnë melekët, po o Zot. Pastaj Allah thot, Allah është më i dishmi, a ja morët ati frytin e zemrës, pa shak se fëmija realisht është fryti e zemrës ati. I thojnë melekët, po o Zot, e çfarë tha robi im? Atëherë i thojnë melekët, robi yt o Zot tha, elhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Këto ishin fjalët e tij. E atëherë tha Allah Zogjel, ndërtojeni robit tim një shtëpi në xhennet dhe e mbartoni me emrin Beitul Hamd. Shtëpia e falënderimit. Ky njeri që e ka shpreh këtë fjalë nuk ka qenë e lehtë, sa shfryti i zemrës tim, megjithatë, ajo që e ka mbrojt, edhe që e ka nxit për me thonë ka qenë imani i tij dhe bindja e tij që Allah Zogjel do ta shpërblejë dhe poshtë në emrin e Allahut dhe tek Allahu, patjetër është kthimi ynë. Erdhi një njeri te pejgamberi sa e kishte me vete një fëmijë dhe e pa pejgamberin sa se e donte shumë. Edhe e pyeti, i tha, a e do? I tha, ja Rasulullah. Tha, Allahu dosht ashtu si e du fëmijën tim. Edhe pas disa ditëve e pa pejgamberi Allahut që nuk e shite, nuk ishte prezent mesin e sahabëve. Mesin do thot ku qëndronin ata dhe mbonin do thot fjalime ose këshilla. I pyeti pejgamberin, i tha atyre, ku është filani? I tha, ja Rasulullah, i ka ndruar jetë fëmija e tij. E atëre, kur shkoj te pejgamberi i tha, a dëshiron që ti, kur të shkojsh për ahiret, që të vijet e dera e xhennetit, fëmija yt i cili ka ndruar jetë, edhe kur të shkojsh atje, ai të pret me të marrë me vete. Edhe u gëzu, i erdhi mirë. Edhe atëre, u çu njëri, tha, ja Rasulullah, kjo a vlen veç për këtë, apo për gjithë? Tha, kjo vlen për gjithë. Do thot që kur dikujt i ndron jetë një fëmijë, është e rëndë, nuk është e lehtë, e dia i cili ka përjetu,
Po me gjitha shpërblimi Allahut azza wa jall është i madh, se sa më i madh që është musibeti, fatkeqësia, aq më e madhe do të jetë edhe shpërblimi me lejen e Allahut azza wa jall. Ebu Muslim el-Khawlani rahimullah thoshte, sikur Allahu të më jep një fëmijë, dhe ai fëmijë të rritet me islam, derisa të hyjë në moshën e pubertetit edhe të bëhet i ri, që të rritet me islam dhe të adhurojë Allahun azza wa jall. Edhe pastaj Allahu ta më marrë, tha për mua kjo është më e dashur se dunjaja dhe çdo gjë që konte. Madje thot në hadithi i njohur Ibrahim el-Harbi, tha ose përmendet për te që e kishte një fëmijë i cili kishte pas ndru jetë diku 11 vjeçar. Fëmijë i aftë, mendjepret, e dinte Kur'anin përmendsh edhe e njefte mirë lëmin e fekut. Pa të ndru jetë edhe shkoj ta vizitoj njëri prej shokëve vet Muhammed ibn Khalaf. Edhe e pyeti, tha, si e ke gjendjen? I tha, tha alhamdulillah, tha dashuria ime ka qenë ndaj tij e madhe, po dëshira ime për vdekjen e tij ka qenë më e madhe. O çuditi, tha, po si ti je imam i madh i dunjos? Me mendu dikush se kjo fjalë nuk është në rregull. Tha, dëgjoj, e kam po një ëndër. Ja sqaroj që e ka po një ëndër interesant. Tha, e po është një ëndër, tha, sikur si u bë kiameti, dhe momentin që u bë kiameti, tha, shkova, tha, ka hec edhe përpara më kanë dalë disa fëmijë. Fëmijë me vete kanë pos ujë, enë me ujë, edhe tha, ju jepshin njerëzve për me pi ujë. Tha, shkova te njëri dhe desha që të marrë të pi ujë, më tha, ti nuk e prindim. Edhe pyeta, çka është çështja? Më tha që ne jemi fëmijë, që kemi ndru jetë dhe prindërit tonë kanë bë durim dhe kanë shpresu shpërblim të Allahu, e ata do ta marrin këtë shpërblim. E kjo ishte arsyeja sepse dëshira ime ka qenë më e madhe se sa dashuria ime që e kam pasur, dëshira ime për vdekjen e tij se sa dashuria që e kam pas ndaj te, duke qenë, do thot, i gjallë. Ajo që ka dash me vdek fëmia i tij, po e ka pasur qëllimin, do thot, thjesht që ka ndru jetë, po alhamdulillah, dhe në fund tha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ebu Hurajra thoshte, radiallahu anhu, thoshte që pejgamberi sa ka thonë se Allahu xhel ka thonë, do thot, është hadith kutsi, që nuk ka rob besimtar që i ndron jetë një i dashur i tij, edhe ban durim dhe shpreson shpërblim te Allahu xhel, vetë se shpërblimi për te është xheneti i Allahut. Nuk ka besimtar që i jap shpërblim tjetër, veç xhenetit. Nëse këtij robi ja ka marrë një dashur nga kjo dunjë, dhe ai ka bë durim dhe ka shpresuar shpërblimin e Allahut, shpërblimi i tij do të jetë xheneti i Allahut azza xhel. Kjo ishte metoda e parë, ose mënyra e parë që besimtari ta flladitë shpirtin e tij. E dyta, prej mjeteve, kur dikë e godet një musibet, preferohet ose realisht kërkohet për besimtarit që ta kujtojë një musibet i cili është musibeti më i madh. Ky musibet është vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka musibet më të madh se sa vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me vdekjen e tij u ndërprej shpallja. Me vdekjen e tij më nuk vinte Xhibrili. Me vdekjen e tij u përfundu profecia. Me vdekjen e tij ma musliman nuk patën mundësi për me pa. E për besimtarët, për muslimanët, normalisht që sprova më e rëndë dhe më e madhe. Për këtë arsye pejgamberi sa më tha, çdo musliman që e godet një musibet, le të ngushëllohet me mua, do thotë le të ngushtohet me vdekjen time për shkak se musibeti ose vdekja ime është musibeti më i madh. Nuk ka fatkeqësi më të madhe. Dikush thotë, po mirë, si ka mundësi tash unë ta kujtoj vdekjen e pejgamberit sa edhe të më largoje atë mallin, flakën që e kam në shpirtin tim për prindin tim. Pejgamberi Allahut azza xhel ka qenë pejgamberi Allahut. Ta ka mësuar rrugën e vërtet, ta ka mësuar udhëzimin. Prindi është shkak që ti të qesh në dunjë. Prindi është ai i cili të ka eduku, edhe i cili të ka mësuar. Edhe prindi është ai i cili ti ka mësuar shumë gjëra në jetë. Edhe kur vdes, normalisht që dëm zemra. Veçanti për nonën kur e di se ka lind, edhe sa ka sakrifiku, po megjithatë kur e kujton pejgamberin sa edhe kujton udhëzimin e tij, dhe kujton mësimin e tij, dhe e kujton që ti ke dalë prej errësirës së kufrit edhe ignorancës
në dritën e Islamit edhe rrugës xhennetit, me të vërtet vdekja e tij është musibet i madh. E njeriu e keni pa kur i ndron jetë familjen, tërësi, është musibet i madh shumë. Nëse ky person ma vonë martohet, edhe pastaj i lind një fëmijë, edhe fëmia i tij ndron jetë, musibeti i tij do të jetë më i lehtë me lenin Allahut. Për shkak se ai paraprakisht e ka përjetuar një musibet shumë më të madh, e që është humbja e krejt familjes. E kjo fatkeqësi e re për të është më e lehtë se sa fatkeqësia e vjetër. E njëjta është me kujtimin e vdekjes pejgamberit sa si fatkeqësi. Me vdekjen e tij musibeti ka qenë i madh. Çdo fatkeqësi e cila vjen më vonë është fatkeqësi, është më e lehtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadithin e dini gjithë, ku tha pejgamberi se nuk ka besu plotësisht ndonjëri për juve derisa unë nuk bëhem më i dashur se sa prindi i tij, familja e tij dhe gjithë njerëzimi. Sikur kuptimi i këtij hadithi e ka, nuk beson plotësisht për juve derisa vdekja ime, që është musibeti më i madh. Edhe duhet që të llogaritet musibeti më i madh, dhe kështu duhesh me llogarit. Është më i madh si musibet se vdekja e prindit, se vdekja e fëmisë dhe se vdekja e gjithë njerëzve. E tash secili prej neve duhet me u kthy vetes ku ne jemi godit me një musibet. Realisht a e kemi kujtu këtë musibet apo jo? Fatkeqësi shumë pak prej neve do thotë, shumë pak prej neve realisht e kujtojnë. Ama duhet me kuptu një realitet tjetër, se sa do që e ke pas dikë të dashur, shokun, mikun, gruan, fëmin, dost, çka do që e ke pas. Ata ditën e kiametit nuk bëjnë dobi. Ata nuk bëjnë dobi. Po ky njeri që po themi se musibeti i tij është më i madh, ky do të bëhet dobi me lenin Allah. Për shkak se rruga e tij që e ke ndjek ka qenë rruga e xhennetit. E prandaj Allah zotëll e bëri shkak që nëse e ndjek atë rrugë do ta fitosh xhennetin. Prandaj vdekja e tij është musibeti më i madh. Simjeti i tretë që e fadi shpirtin e besimtarit është që ta kujtosh se çdo musibet, çdo fatkeqësi e cila të godet nuk ka mundësi me dalë jashtë atë caktimit të Allahut azza wa jall. Çdo gjë që të prek edhe ta turbullon lumturinë, qoftë dhembje, qoftë vuajtje, qoftë pikëllim, qoftë mërzi, qoftë sëmundje, çka do që të qetë, pa caktimin e Allahut s'ka mundësi për me ndodhë. Edhe ajo e cila nuk ka godit, ajo nuk ka qenë e caktuar për ty. Ajo e cila nuk ka godit, nuk ka ik shoku i aftësive tua, as shoku i dijes tënde, jo, po për shkak që Allah zotëll e ka caktuar që ajo mos me prek. E ajo që të ka godit prej fatkeqësisë, dije që është caktimi i Allahut dhe s'ka mundësi për mund të shu. Nëse ka ndru jetë dikush i afërt për zemrën tënde, dije që ka qenë caktimi i Allahut. A shënuar 50.000 vite para se mu kriju toka dhe qielli. Lohi mahfudhe nuk ndryshohet deri ditën e kiametit. Andaj nuk mbetet diçka tjetër përveç se ti mbështetesh Allahut, edhe thush inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kjo është ajo që ta flladi shpirtin kur e kujton se s'ka pas mundësi më ndryshu. Gjitha ato dyshimet, supozimet, sikur ta kishim bë, sikur ta kishim punu, sikur ta kishim dërgu, sikur të kishin ardhur mjekët, ta kishim dërgu ke spital, ta kishim pagujt. Ato janë thjesht vetëm se dëshira, mirë po me gjithat realiteti është se kaderi i Allahut s'ka mundësi për mik, se me pas qenë kaderi i Allahut, edhe spitali më i varfër kishte për mi ndihu me lenin Allahut. Edhe mjeku më i padijshëm kishte me ra sebeb që ai me mbijetu. Po edhe mjeku më i mirë me ardh s'ka mundësi për me ndryshu. Për shkak se Allahu e ka caktuar frimarja e jote e fundit ose atij që ka ndru jetë, dhe ti e ke pas të afër në zemër me qenë pikërisht çaj moment. Kjo ta bën me dije një realitet, se shfrytëzoje atë që e ke derisa është gjallë. Se me vdekjen e tij më përfundojnë çështjet. Dhe me vdekjen e tij nuk ka mundësi me pas takime, e nuk ka mundësi për me pas lumturi. Prandaj shfrytëzoje derisa vjen momenti që njëri për juve patjetër do të ndahet prej kësaj tunjoje. Këto ishin 3 parat me lenin Allahut. Vazhdojmë ligjëratën e ardhshme
për mjetet e qera të cilat i afrodisin shpirtit besimtarit me rastin e vdekjes ose me rastin e humbjes së një të dashurin nga kjo dunja. Lutë Allahun që Allah azza wa jall të na mëshiron dhe lutë Allahun të na fal dhe lutë Allahun azza wa jall që Allah azza wa jall ata të vdekurit tonë të i mëshiron, varët të azjeron dhe në xhenetet e Allahut të na bashkon. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.